përditësime sa i përket zhvillimeve në arenën ndërkombëtare, mund të ndiqni në çdo kohë edhe në faqen e internetit, në website-in zyrtar të televizionit s'kam, por mbi të gjitha edhe në kronikat e lajmeve që Ermali përgatit gjatë gjithë ditës. Po? Atëherë kemi në zhvillimet në Libi, forcat e Gaddafit kanë sulmuar dhe po përpiqen të mbajnë në kontroll portin detar të Ras Naufit, që është qendra e eksportit të naftës në naftës libiane. Këtë e kanë konfirmuar vetë forcat rebele. Megjithatë nuk i dihet ende fati se si do të vazhdojnë, janë të paktën 150 trupa ushtarake që kanë sulmuar portin dhe po mbajnë në kontroll portin. Ndërkohë sot pritet të hapet si gjithmonë takimi, e kemi përmendur në këtë ditë, takimi i udhëheqësve të Bashkimit Evropian për çështjen e fondit të stabilitetit financiar evropian. Bëhet fjalë për presionin që është shtuar presionin mbi Portugalinë për të kryer një reformë më të thellë, për të përmbushur detyrimet që përcakton Pakti i Stabilitetit Evropian, dhe detyrimet e Paktit të Stabilitetit Evropian janë norma e deficitit në 3% dhe borxhi publik jo më shumë se 60%. Të gjithë këto dy parametra nuk janë respektuar nga shumica e vendeve anëtare në Eurozonë dhe prandaj Gjermania dhe Franca, Gjermania dhe Franca po bëjnë shumë presion që vendet të nënshkruajnë në paktin e konkurrencës, që do të thotë përfshirja në kushtetut e limiteve mbi deficitin buxhetor dhe borxhin publik. Cilat i kemi përmendur edhe në ditët e mëparme. Në disa analiza që pash që lexova deri më tani, shumica e analistëve thonë se Portugalia duhet të aplikojë për të marrë ndihmë nga partnerët, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian. Kjo është atëherë në një analizë thuhet se instrumenti i stabilitetit financiar evropian ka një vlerë, një kapacitet me 250 miliard euro dhe jo 420 për shkak se është përdorur një pjesë 85 miliard euro janë përdorur nga Irlanda dhe një pjesë paguhet si siguracion për të ruajtur nivelin 3A të kreditit të borxhit sovran të Europës, të Eurozonës. E qartë. Ndërkohë në Kinë. Ti beson që Portugalia do kërkojë ndihmë? Unë po, shumë besoj. Besoj shumë se Portugalia do aplikojë për ndihmë. Nuk është keq, sepse ka një hezitim përgjithësisht që të themi hidhet në ajër ideja që një vend mund të aplikojë për ndihmë nga ky Fond i Stabilitetit Financiar, ka një tërheqje ose ka një reagim menjëhershëm që thotë që sikurse kishte edhe Irlanda në fillim, ne nuk do kërkojmë ndihmë, nuk kemi nevojë, mund t'ia dalim ban. Nuk është gjë e keqe, apo jo, të kërkosh ndihmë, të rregullosh financat e tua publike, deficitet, borxhin edhe të rimëkëmbësh ekonominë e vendit dhe nga ana tjetër të themi të përjashtosh nga rreziku vendet e tjera që mund të preken nga kriza jote. Atëherë, nuk është tragjedi, duhet të thënë që nuk është tragjedi. Duhet pranuar që ka situata kriza kalojnë individet, shtetet, korporatat, kompanitë, të gjithë kalojnë situata krizash. Megjithatë, nga sa është thënë deri tani, sa kam informacion, komentohet se kushtet që vendos marrëveshja e ndihmës perceptohen nga popullata si shumë poshtëruese. Në fakt, ato të imponojnë një ulje të normës së konsumit. Ato të imponojnë ulje të rrogave, ngrirje të pagave të sektorit publik, të imponojnë rritje taksash, dhe gjitha këto përkthehen në mirëqenie, në nivelin e jetesës. Në rast se qeveria nuk ndërhyn për t'i marrë këto masa për ta shpëtuar vendin, ajo që mund të ndodhë është shumë më e keqe sesa këto kushtet që duhen plotësuar. Kështu që ta themi edhe këtë pjesën. Ndalojmë pak